Momente e paniku në ajër, avioni linjës Tiranë-Oslo bën ulje emergjente. Një avion i kompanisë norvegjeze që operonte fluturimin DY-1935 nga Tirana drejt Oslos është detyruar të bëj ulje emergjente të martën në aeroportin e Splitit, Kroaci, pas një incidenti serioz në ajër. Shkak për devim në avionit është bërë një çarje në xhamin e kabinës pilotit dhe një rënje e menjëhershme e presionit në brendësi të avionit. Menjëherë pas sinjalizimit të emergjencës, autoritetet kroate vendase aktivizuan të gjitha njësitë përkatëse të ndërhyrjes së shpejtë, të cilat u vendosën në gatishmëri në pistë për të siguruar një ulje të sigurt. Fatmirësisht, nuk raportohet për të lënduar mes pasagjerëve apo anëtarëve të ekuipazhit. Ky nuk është incidenti i vetëm që përfshin këtë avion brenda të njëjtës ditë. Më herët, fluturimi DY-1934 që vinte nga Oslo në drejtim të Tiranës kishte devijuar drejt Berlinit për arsye që ende nuk janë bërë publike. Aktualisht autoritetet përkatëse kanë nisur hetimet për të dy rastet, duke analizuar shkaqet teknike të ngjarjeve dhe duke verifikuar zbatimin e protokolleve të sigurisë nga ana e kompanisë ajrore. Situata ka ngritur shqetësime lidhur me mirëmbajtjen teknike të avionëve në të Norvegjën, një prej linjave të përdorura gjërësisht nga udhëtarët shqiptar.